martesa, ishte institucion mbijetese në atë kohë, sot është institucion lumturie. Dur dhe nuse, apo sepse ke porrisim një brez që është kundra bashkëjetesës, nuk e di ç'a duan këta, e kupton? Edhe kështu edhe ashtu. Nuk duan as bashkëjetojnë, duan vetëm flirtojnë. Po. Dhe nuk duan të bëjnë asgjë. Jemi në nivelin edhe kështu dhe ashtu. Tani si do t'i quajmë këta ne shokët e vajzave tona? Si do t'i quajmë? Boyfriend. Do bojnë asin Amerikë. Boyfriendi vajzës time. Isha dje duke folë me i vajzë, se unë i kam shumë qef, ja, edhe me këtë kam... Orë të gjithi kemi qef o burë, po? Jo, në atë kuptimi që thuti, po në të gjitha kuptimet. Tani, dhe po i thoja... Në tjerë që kërë jemi smur, pa qeshtë. Ishte një rast, tani, të freskët. Edhe kanë ta meni edhe që ta mbylli, do më thënë, më në fund vendosi. Po, të vend tona. Po. Jo, të vendosi. E i themë, në që po bëjë, po të kaloj dhe shtatori, thot, bëj pushime tjerë, pas taj, po ja shtyje, po ja shtyje. O qa budalëku, o qa budalëku, o ju ka i kur mëndja vla. Jo, bëj pushimet, bëj dhe, se vjen muaj Ramazanit edhe një muaj agjerit. Bëj dhe agjerit, pas taj të... Në më thënë, ne kemi vajza që vazhdojnë të dëshirojnë të martohen, se vajza duke... Por do fjetojnë ndryshe. Kështi, do flasim për gjithë korat dhe të bëjmë krahasimin, apo vetëm për këtë kohë? Vetëm për këtë kohë. Andrej, dakor. Jo, po du që të flasim për këtë kohë, du të flasim për Du të bëjmë një farë model krahasimi, prandaj them. Vajzat e Se dëshirojnë ku po mbështetemi? Jemt nuk e duan. Jo, të dy palet. Jo, një loj. Jo, janë një loj. Ka dhe që se duan Djemë, po lërën pysin prezën tani, nuk piste si nuk mendoj që ishit lutrinj. Një doje mo. Jo, ajo ka më të drejtë se ne. Nuk mendoj që e duan, se nëse do ta doni, nuk do kishte kaq gota beqare sot që s'kan një marrëdhënie të Nuk e duan pra as Po djemë beqar, nuk ka? Fokusoheni te dëshirat, mos kanë mundësi ekonomike edhe kanë zgjedhur këtë rrugë. Pse po të mundësi ekonomike? O meri, po të parët tanë nuk ishin... Buke e vaj hajshim ne, dhe përmartoheshim. Atere do të them të tani, se s'po e mbaj zot më. Unë, kur u martova, merja 100.000 lek të vjetra në muaj. 100.000 lek vjetra. Se menoj që ti të dojët ma... Dhe ika me gruan se vdisha për të ndetur me atë. Dhe sa vajtat e shtëpia e një gruaje të mrekullueshme andej nga Kinostudia, Ktejna Kinostudia, se këtej është Kinostudia, ikëm shumë larg, që ishim mësuar te Tirana e Re, ikëm shumë larg se donim të rinim bashkë. Po këta, vlla! Po se këta rrim bashk dhe s'kan nevojë për atë folezën e gruas në Kinostudio. Po ndryshon kohat, ka e nevojë. Shiko, e di si është puna. Po ç'pun kam unë valla, ç'pun kam unë t'jap bene këtyre, unë e di vetë sekretin e kam majtë për vetë, unë u martova, e kam shumë të mirë, kam bëllë 2 fëmija në papë. Tani, Kanë mësi si ti, ashtu, qa egoisti. Erion, të lutem. Se kabe, se kabe. Çfarë lloj marrëdhënie kërkojnë të rinjt sot, femrat dhe meshkujt? Më thënë, çfarë lloj Alternative quhet. Alternative. Më thënë, për martes nuk bëhet fjalë fare. Jo, fare. Gjithashtu tani se po i përgjithson. Jo, shumica po. Një sekond tani ta dëgjojmë dhe pastaj bëjmë debat. Shumica po. Jam shumë dakord që ka raste përjashtimore, por e vërteta është që sot kemi një shoqëri me djemë dhe vajza që duan të kalojnë disa pushime në palas, në një resort, diku tjetër, ikën vera, vinë Krishtlindjet, duan të kalojnë sa pushime dimri, pra janë shumë të shpërndarë që të gjithë dhe nuk është se të shikon njëri, me ty do jem unë sot, nesër, pas nesër... Po ka ty për shumë djemë... Jo, së shpa kujta, kjo është realiteti. Pa tjetër. Jo, të bëjmë pyrje vajzës. Nuk më dalë kundër që ka vajzat të mira. Mjafton brenda temës. Unë jam e para që mendoj që ka vajzat të mira, po nuk ka përputhje. Ka aty djemë të gatshëm që janë aty që rinë, single, dhe vinë dhe vajzat gatshme pasi kokër leku për shumë e zënë palas, edhe ata thonë, në i sini ato se e paguim në gjithë shka, për shumë? Po qa thos, diskutojt? Kjo ndodhë, kjo së shudisë.